Ne kemi bërë shpesh debat zotirakimi në studion tuaj dhe kemi gjatë gjithë kohës kemi ngritur dyshimin ose më saktë kemi insistuar që kjo dosje do duhet merret në kompetencë të prokurorisë posaçme, sepse afera është shumë e qartë që shumë e madhe, është një abuzim përveç se në miliona euro dhe është ndoshta abuzimi më i madh që ka ndodhur në Shqipëri, ka të përfshira të gjitha qeverit, pra të dyja qeverit si qeverinë e zotit Berisha ashtu edhe qeverinë e zotit Rama. Unë nuk dua të përsëris Gjevahirin, por do ndalim vetëm në dy momente. Zyrtarisht në dosjen, edhe pse detajet të tjera do dalin ditë pas dite, në dosjen e prokurorisë Fieri që shpallur tashmë mos kompetenca dhe ka kaluar në duart e SPAK, rezulton të paktën një ish-ministër i kohës së zotit Rama në qeverinë Rama 1 dhe Rama 2, që rezulton i përfshirë sipas të dhënave të deritanishme, dhe aktualisht është edhe një deputet i kuvendit në radhët e socialistëve që rezulton po ashtu i referuar si personi i cili është i përfshirë në aferën e Bankersit. Pra janë dy zyrtarë të lartë, të cilët të paktën deri më tani, sepse rrugës mund të dalin të tjerë, të cilët janë referuar për disa vepra penale në dokumentin që shpallur mos kompetenca. Pra është një ish-ministri i qeverisë Rama, në Rama 1 dhe Rama 2 në dy qeverit, pra në dy mandate të zotit Rama, dhe një deputet aktual socialist i cili është në kuvend. Por që ka qenë me detyra... Por që ka patur detyrat më pashme, patjetër. Dhe momenti dytë, që po ashtu është kompetencë SPAK, janë të paktën 5 gjyqtarë dhe prokuror, të cilët ndër vite kanë patur çështje të Bankersit dhe kanë marrë vendime të cilat bien ndesh me gjetjet e prokurorëve. Dhe dyshohet që ata këto vendimari i kanë marrë për shkak të ushtrimit të ndikimit ose për afera korruptive. Nga ana tjetër, ka edhe disa zyrtarë të lartë të tatimeve, të cilët janë duke u verifikuar, nuk janë referuar me emër, por janë duke u verifikuar nga ana e prokurorisë posaçme, nëse kanë patur rol sa i përket shmangjes së tatimeve dhe ju e dini skemën se si është bërë për të deklaruar, për të dalë gjithë kohës me humbje kompania, me qëllim që të shmangte edhe pagesat edhe tatimet e tjera me radhë dhe mos paguante detyrimet ka shteti shqiptar. Kështu që këto janë pak a shumë fushat e veprimit ku është ndalur prokuroria e posaçme. Duke qenë se aty janë bërë shumë përgjime gjatë kohës që dosja ishte në firë dhe disa prej përgjimeve ju i keni publikuar përfshirë dhe përgjime që lidhe me median e tjera me radhë, patjetër që gama e personave të hetuar në rastin konkret do të jetë shumë e madhe. SPAK ende nuk i ka thirrur personat të cilët, sepse që kjo të marrë fuqi ligjore, duhet që gjithë personat që janë mas sigurie të komunikohet kjo mas nga gjykata e posaçme. Ky veprim nuk është kryer ende, sepse me sa duket, prokuroria është duke parë nëse do të mbajtë një njëjtin qëndrim si Fieri apo mund ta shpërsojë apo të lehtësojë masa sigurie për këto persona të parë të cilët janë të dyshuar konkret. Gjithashtu mund të ketë mundësinë për të kërkuar masa të reja më pas edhe për zyrtarët e lartë. Pra kemi evidentim, nga njëra anë kemi evidentim të zyrtarëve të lartë, ta Klodi, po emrat nuk i kemi ende. Unë ta përsaktova, një deputet aktuali jo ti gati të vetëm harrove emrat se... Nuk i harrova, po unë duhet jeme kujdesshme përsa ko bëhet fjalë për çështje hetimore dhe patjetër që në një farë mënyrë duhet jemi të kujdesshëm në mënyrën se si ne raportojmë. Sepse duhet ta thrasim palën tjetër pastaj, zotë. Jo vetëm palën tjetër, po mund të kemi edhe në një... Jo e kërkoj unë... Ola, se tani... Jo, nëse i përmendim... Jo, e kemi përmendur në këta. Kanë marrë dhe këta mua. Jo në emision, direkt në emision ndryrë për atjetë të cilën unë... Jo, është detyrë, e jona që ta bëjmë, të marrim dhe palën tjetër. Dhe me ju, dhe me njeri unë që shkroj, konfirmova që... është një gabimim, por ka ndodhur në orët e fundit, se të jesh i sigur që po të kishë ndodhur dje, unë do të kisha telefonuar këtë gjithë. Po ka ndodhur aq vonë, sa unë kisha edhe mund mos e futim në këtë. Dhe keni vënë re që ndodh gjithmonë ose një vrasje ose një gjë kështu orët e fundit. Të para fillim të si shfaj unë kë. Ne, po me këtë ne jemi marrë gjatë me Bankersin. Çështja është regjistruar për dyshime si organizatë kriminale. Thamë që kemi persona dhe kompani që janë përfshirë dhe që kanë bashkëpunuar, apo jo? Këta do fillojnë të preken ajo. Të Bankersi është fjala. E di prokuroria për personat e përfshirë. Ke kuptuar gjë, Klodi, dhe ja? Unë besoj që do të fillojnë të kuptohet shumë qartë momentin që prokuroria do të komunikojë masat e sigurisë, pra gjykata, po me kërkesë prokurorisë, dhe më pas do fillojë edhe të marrë në pyetje apo të thrasë zyrtarët e lartë apo ish zyrtarët të cilët janë të përfshirë. Dhe aty do të arrijmë të kuptojmë se deri në çfarë niveli do të arrijë të shkojë prokuroria ose më saktë do të tentojë të shkojë prokuroria. Aty janë shumë celularë sekuestruar, shumë përgjime të bëra, naftëtarët patjetër janë duke bërë greve aktualisht edhe aty mund të ketë edhe një perceptim situatës që normalisht nuk është e favorshme për kompaninë.
SPAK duhet ketë edhe një veprim të shpejtë sa i përket sekuestrimit kompanisë, sepse ju e dini, Ola e ka raportuar dhe është raportuar këtu që ka patur tentativa për të kaluar në duar të dyta apo treta, çka në fakt mund të pengoj apo mund në një farë mënyrë të dëmtoj provat e hetimit, dhe ndryshe nga prokuroria e Firit, duhet që prokuroria e posaçme të marrë gjithë dokumentacionin, pra prioritare për SPAK-un duhet të jetë fakti që të grumbulloj të gjithë informacionin dhe gjithë dokumentacionin, sepse duke qenë tek institucione sigurisht të mbyllura me problematika, mund të shkatrohen shumë nga provat që mund të provonin të nesërmen grupin e strukturuar kriminal. Patjetërisht që kjo është një çështje. Shumë pak veprime hetimore i kanë ngel prokurorisë posaçme se i kishte bërë Fieri pjesën. Jo, ka veprime të tjera hetimore. Jo, për vendosur sekuestron, them, se kemi parë që ka vendosur sekuestro edhe më pak prova Ola. Jo, nuk e kanë për sekuestron, nuk e kanë fare për sekuestron. Madje për sa kohë ti dyshon që nga skema e evazionit ka përfituar entiteti në mospagesën e taksave, dëmi që ka bërë dhe faji kryesor është i entitetit, jo i CEO-ve në vite që kanë drejtuar kompanin. Kështu që entiteti duhet blokuar dhe sekuestrimi si pengesën në tjetërsimin e pronësisë të kompanisë. Tani, është edhe një gjë tjetër për të theksuar, nëse prokuroria e heton si duhet të çështje, kjo çështje është më e madhe dhe se inceneratorët. Jo për nga numri, po për nga efekti që jep në treg, sepse Bankersi është ajo kompani e cila ka shpikur dhe ka suportuar disa nga firmat më të mëdhaja sot në tregun shqiptar që operojnë në fushën e karburanteve dhe në fushën e ndërtimit. Pra, 4-5 kompani që kanë qenë në kontraktor të Bankersit, sot janë ndër 4-5 kompanit më të mëdhaja në tregun shqiptar. Dhe në kaluar deri dhe banka, thamë. Edhe bank. Po, ishte banka Raiffeisen. Dhe të gjitha këto gjetje janë në raporte zyrtare të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, kanë shkuar si fakte në një proces tregtar në gjykatën e arbitrazhit të Vienës dhe janë pranuar nga gjykata e arbitrazhit e Vienës. Dhe po ashtu edhe pronarët e rinj, grupi GeoJade, që janë grupi kinez, i kanë pranuar faturat e fryra nga këta në kontraktor. Dhe kanë bërë po ashtu një kallëzim penal, disa vite më parë, dhe një letër të hapur ndaj kryeministrit, ambasadës amerikane, por askush nuk nisi hetim. Ironia është ylli që kinezët kanë blerë një kompani rreth 350 milion apo 360 milion, 460 milion dollar amerikan. 550 milion dollar kanades, që janë 430 milion euro. Një kompani e cila del me humbje. Që kemi ne asin televizion dhe qikon një, cilë televizion e kanë, qikon njerëzit redaktorët e mi, qikon cilë televizion e kanë këto tema që kishim ne, se është shumë interesante. Se do da kemi edhe pjesë tjetër dhe kemi patur vazhdimisht. Te kjo jo, sigurisht se këtu ka dhe pages media. Kjo histori e Bankersit, nuk jam në një ekspert dhe nuk jam marrë shumë e këtë qështi, po mua më duket se dëmi është 2 fish i mas për shtetin dhe për shoqërinë shqiptare. Së është 5 miliard të ati, po është më shumë? Jo, doja ta kapja jo vetëm nga fakti që dikur ta zemkonen Verogjës, nafta ishte ajo që mbulonte, pra nafta dilte vetëm me fitim në Shqipëri dhe mbulonte gjithë humbjet e ekonomisë, sepse gjithë ekonomia pjesa tjetër ishte me humbje, të thuaj nafta çan bllokadën, ti edhe tu ta kujtosh dhe unë e kujtojmë. Pra, nuk jo vetëm u shkatërua kjo si industri, por janë goditur fort dhe, se thuash, atë çfarë mbledh shteti përmes skemës, pra Bankersi, përveç që nuk deklaronte fitim dhe nuk jepte asgjë shtetit shqiptar, ishte dhe kjo historia e këtyre nafta e holluara, apo ç'është kjo që përdorte për të nxjerrë, për të larë ato puset, për të nxjerrë ato që kanë mbetur në ato puset e naftës. Kjo që përmendi Ola, pra kjo vinte nga kompanit të fuqishme që kemi ne në Shqipëri që tregtojnë naftën me pakecë. Dhe këtu bëhej gjithë loja, sepse ne dim që për 1 litër naftë, shteti taton shqiptarin, pra gjysmën e çmimit. Dhe tatimet përgjithsisht shmangin. Po pra, taton 1 litër naftë që ne blejmë, shteti merr gati 900 lekë. Ishe një strategi edhe për gjithë gjithë edhe kompaninë që argumentin. Po pra. Pra, për 1 litër naftë që blej unë dhe ti, shteti merr gati gjysmën e lekëve. Taksën më lartë.
Po, tani që ndodhë, këto kompanit që janë lidhur, që ishin lidhur me bankersin, që sillnin këtë holluesin, gjysmën ja çonin bankersit dhe gjysmën e shisnin duke shmangur këtë tatimin. Ferdinand, ka qenë e tillë. Bankersi duke qenë se e deklaronte si lënë të parë, sepse duhet që t'i injektosh naftë, dyljenti, për të nxjerrë naftën nga pusi.